Unë do t'idhe me kolegun Arsen Rusa sepse do t'i ndajmë së bashku. Arsen, të përshëndes. Përshëndetje, Aida, në fakt kur kam mbetur më pak se sa një javë nga votimi zyrtar më 11 maj 2025 për të zgjedhur ligjvëndësin parlamentin 2025-2029, ka një shqetësim me konsideruar vota e parë, vota e cila pritet ketë një ndikime, po ashtu pritet që tjetë edhe neutrale, pasi askush nuk e di se si do të shpërndahet vota e diasporës. Thuajse qerek milion 246.000 votues shqiptar kanë marrë të drejtën nga platforma e regjistrimit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo Komisionit Shtetëror me të dhënat e tyre për të marrë një zarf. E pikërisht zarfi do të merret duke u dërguar nga DL, një kompani ndërkombëtare me filiale në Shqipëri, e cila ka marrë një faturë të kripër, në fakt 9.2 milion euro. Në emisionin Fact Check ne kemi trajtuar, vota e emigrantëve kushton nga 40 deri në 50 euro në varësi të vendit ku dërgohet ky zarf, pra kontinenti i Amerikës Latine, në Amerikë kushton më shumë, Kanada kushton më shumë, në Itali e në Greqi më pak, në vendet fqinje po ashtu edhe më pak, por çfarë ka ndodhur? Aty ku është hambari i votave, në Greqi tashmë ka një situatë emergjente, thot Partia Demokratike, ndryshe nga më parë kur vota shkonte, ose zarfi shkonte me postierin në shtëpi, e tërhiqe po nga postieri në shtëpi pasi qytetarët kishin votuar brenda 24 ose 48 orëve, tashmë ka ndryshuar gjithçka. Vota nuk shkon në shtëpi, po duhet shkoj qytetarit ta marrë në filialin e DL-s apo një poste nën kontraktore, e po ashtu pasi të ketë votuar do duhet ta riçojë sërish në kutinë postare. Kjo është një shkelje e kontratës, thot Partia Demokratike, është një hapësirë abuzive për ndikuar tek vota, ke fshehësia e votës, e pikërisht për këtë i kërkon KQZ-s një ndërhyrje emergjente. Por nga ana tjetër është vetë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve që e ka miratuar këtë ndryshim për shkak të një emergjence të krijuar. Aty ku është hambari i votave në Greqi, të paktën aktualisht është ky shqetësim, ka patur denoncime për hedhjen e votave apo zarfe në koshat e mbeturinave apo në mënyrë të çrregull duke cënuar atë integritet, besim dhe proces zgjedhor të emigrantëve, por nga ana tjetër Partia Socialiste e cilëson si një alibi për të kamufluar se për të mos pranuar humbjen që po vjen nga vota e emigrantëve. Ka apo jo një shqetësim? Nga ana tjetër, drejtuesi diasporës nga Partia Socialiste, zoti Taulant Balla, i cili ka qenë edhe le themi koordinatori apo ai përgjegjës për votën e diasporës, qoftë pjesës fushatës elektorale, por edhe takime me emigrantët, ka kërkuar nga shqiptarët që jetojnë në Greqi të paraqiten në zyrat e kutive postare apo nën kontraktorëve të DL-s. Është një mos plotësimi i kushteve të kontratës, është një kapacitet mjaft i lartë që nuk mundet ta përballojë DL-ja, kjo mbetet për tu parë, por është një realitet. Kontrata dhe spoti elektoral ishte qëndroni në shtëpi se do të vi zarfi aty, pasi të keni votuar do ja u marr postieri sërish zarfin. Realiteti është shqiptarët do duhet shkojnë në zyrat postare për të marrë zarfin, për të votuar e për ta rikthyer sërish aty. Pse ndryshoi? Çfarë ndryshoi dhe a do të ndikojë kjo në sigurinë e votës, në fshehësinë e votës, në shpejtësinë e këtij procesi? Kanë mbetur më pak se sa 4 ditë nga mbyllja e procesit të votimit të emigrantëve. 246.000, a do të votojnë të gjitha, do ta sjellin të gjithë zarfin edhe votën, mbetet për tu parë, por numri nuk do të jetë i tillë, pasi procesi është në faza kritike dhe kompania DL tregoi që ndoshta ishte pa përgatitur, si kishte bërë mirë llogarit për shpërndarjen masive në të gjithë vendet e botës të shqiptarëve, por ky është një realitet që edhe me votën për herë të parë të emigrantëve dhe pse ishin gjitha kohët fizike përpara përgatitje, ne sërish të çeduam. Po ide. Proceduralisht, Arsen, tani çfarë hapësire ka për ta korrigjuar nëse realisht mund të rregullohet diçka? Unë kam trajtuar edhe me ekspert në fakt të komisionit dhe duket se pranohet si shqetësim. Po fakti që është hedhur një hap, ka një dokument, çfarë lejon se ka ca fate kohore? Nuk di sa mund zgjidhet, por kjo të paktën ndoshta deri të mërkurë, deri të ejtën janë ditët vendimtare. Nuk jam i sakt, por për të qenë korrekt, mos gaboj deri ditën e ejtë priten votat e emigrantëve ose deri ditën e premte, më pas votat e tyre nuk quhen më të vlefshme, do të shtyjnë afatin apo jo diçka do të ndodh, por varet nga kërkesat e palëve, nga dakordësia e subjekte politike. Ajo çka lë për të dëshiruar se pse ishin gjitha kohët, gjitha afatet, vota e emigrantëve prodhoi një situatë
jo të këndshme, por gjithsesi shohim çfarë ndikimi do të kenë në fakt edhe në rezultatin e zgjedhjeve, pasi ka për atyre që thonë do të ketë ndikim masiv, qoftë PD, qoftë PS, ka për atyre të cilët janë teknicien të ftoftë që thotë shpërndarja në përqarqe e votave dhe mos fokusimi tek një qark nuk do të ketë fare ndikim pasi janë të shpërndarë. Gjithsesi, por mos të bërë ekspertin, pyetjet nuk kanë munguar, do të nxjerrin 1, 2, 3, 4, 5 deputet vota emigrantëve për afër 246.000, nëse do të ishin në një qark do të nxjerrnin shumë deputet. Po të shpërndara në disa qarqe që kanë më shumë votë nga diaspora janë Elbasani, Fieri, Tirana, Durrësi e Korça, ndërsa vendet e diasporës nga ku ka një numër të konsiderueshëm votuesish janë Greqia dhe Italia, më pas ndjekur nga Gjermania dhe Franca, SBA dhe Kanada e më pas shtetet e tjera, por Greqi dhe Itali konsiderohen ambari 246.000 votave, ndërsa nga ana tjetër të regjistruar në sistemin PER, numri ishte diku ke 251.000, por referuar këtij dokumenti zyrtar të Partisë Demokratike, thuhet se 9.2 milion euro KQZ-ja ka dhënë DL-s për 246.000 zarfe. E kuptova. Tani se trajtojmë pak edhe çështjen Berisha, ose më saktë aferën Partizani, se s'është vetëm çështja Berisha aty. Kemi një numër të lartë të personave të cilët janë të përfshirë. Nisi sot në orën 9, paraqitja e tij është për masën detyrim paraqitje lidhur me aferën Partizani, por priten të veprime të tjera. Jemi 1 orë e 15 minuta larg një vendimarrje të cilën gjyqtarja Floriela Davidi, por edhe gjykata e posaçme nuk ka mundur në fakt ta marrë në afro 5 muaj. Është një kërkesë pak ku thotë duhet merret i pandehuar zoti Berisha, zoti ja marrë për Maltezi, biznesmeni Fatmir Bektashi, Gjimi Begeja dhe Andja Pustina, si dhe kompanitë, 3 prej kompanive si persona juridik, për shkak të shpërdorimit detyrës aferës korrupsionit aktiv e pasiv. Ndërsa nga ana tjetër të gjithë të proces, zoti Berisha ditën sotme në masën detyrim paraqitje e cilëson të montuar politikisht duke padur një argument fort. Prej kryet herës ai ka anatemuar dhe ka refuzuar të pranoj fillimisht masën e gjyqtares Irena Gjoka, aso kohë ishte kryetare e gjykatës posaçme, sot është një gjyqtare pasi gjykata e posaçme drejtohet nga Arion Bani. Zoti Berisha ka anatemuar Irena Gjokën duke thënë se ajo është një shërbyese politike e kryeministit Edi Rama për shkak se është marrë peng dhe ajo nuk duhet të ishte gjyqtare për shkak se ka fshehur në formularin e dekriminalizimit një problem që ka patur me drejtsinë ndjes në shtetin grek. Sot me dokumenta ka mundur të faktoj zoti Berisha atë të cilë ka pretenduar prej kohësh. Në vitin 2002 është konstatuar në pikën kufitare të KKV-s me një pasaport të falsifikuar ose letër njoftim Irena Maneku, ndërsa ka ndryshuar disa herë mbiemrat, bëhet fjalë për Irena Maneku Shpata, Irena Gjoka është sot generaliteti i përdorur prej saj në postin e gjyqtares së posaçme. Me këto generalitete, thot zoti Berisha, sot me vendimin që ai ka bërë publik është dënuar me 3 muaj burg dhe me një faturë financiare kundrejt shtetit grek, e cila është konvertuar më pas me pezullimin e burgimit, por me 4.4 euro për çdo ditë të dënimit që do duhet vuaj për shkak se procesi është kryer në mungesë. Nga ana tjetër, në formularin e dekriminalizimit për efekt të ligjit të dekriminalizimit që plotson çdo subjekt gjyqtar, prokuror, politikan, zonja Irena Gjoka ka vendosur aty që nuk është asnjëherë dënuar nga një autoritet i drejtësisë, Bashkimit Evropian, shqiptar apo një vendi tjetër. Me këtë dokument zoti Berisha sot ka faktuar që zonja Irena Maneku, siç e ka aty të shkruar, po sot me mbiemrin Gjoka me vitlindje vitit 70, por edhe qytetare ose me origjinë nga qyteti i Fierit, rezulton e dënuar nga drejtësia e Janinës. A do të nisë një procedim penal? A është i vërtet ky dokument? A ka nevojë të verifikohet? Zoti Berisha ka sjellë në greqisht e në shqip të përkthyer me vula apostile, nga ana tjetër thotë se pikërisht për të mos bërë publike këtë fakt kaq të rënd, i cili ndikon tek procesi i reformës në drejtësi që ishte gjitha një montazh thot ai apo i çerjes maskës, ka ndikuar administrata ish presidentit amerikan zoti Joe Biden për të mos e bërë publik autoritetet greke, po sot ai ka mundur ta sigurojë. Ndërsa në 11:30 ku pritet të ketë një vendimarrje për kërkesën e SPAK për të kaluar apo jo në gjykim si të pandehur zotin Berisha,
Nga ana tjetër, avokatët e tij do ta paraqesin këtë si një provë fizike përveç pretendimeve që kanë padur disa herë për të xhbërë të gjithë vendimarrjen që ka bërë Irena Gjoka. Vendimarrja e arrestit në shtëpi, vendimarrja e detyrim paraqitje, lejimin e provave të SPAK apo vlerësimin e hetimeve të bëra ndër muaj e vite për dosjen Partizani. Ndërsa sot vendimarrja në dorë ka një tjetër gjyqtare, është Floriera Davidi, por nga ana tjetër i gjithë procesi para përgatitur deri në këtë moment është të certifikuar e vlerësuar nga gjyqtare Irena Gjoka, për cilën zoti Berisha thot fshehja e një dënimi apo procesi i vendimarrjes nga gjyqtari i dënuar dhe i papërshtatshëm e bën atë që shka një proces nul. Po ide. Tani, ne nuk e dim, do të para kohë duhet nisi procesi dhe të mësojmë diçka më shumë, po a ka diçka të para përcaktuar nga afatet kohore? Pra, ekziston mundësia që tjetë thjesht një procedurë që shtyhet? Proceduralisht seanca e vlerësimit e hetimeve para praka apo e gjykimit, seanca e gjyqtarit para prak, proceduralisht është e shkruar brenda 30 ditëve. Këtu jemi në afatin e 150 ditëve, sot është diku mbi 5 muaj, sot do duhet ketë një vendimarrje, do të arrijë gjykata apo jo, do të mbetet pas zgjedhjeve apo do të shpallet sot. Kjo mbetet për të parë, por të gjitha pas kuindave po luhet për ta shtyrë këtë proces edhe me atë vendim që solli zoti Berisha sot. A do të arrijë ta shtyjë apo do të shpallet vendimi? Gjithsesi nga ana tjetër, për te pretendime gjyqtarja mund vendosë kthimin e akteve, pranimin e kërkesës së SPAK ose pushimin e akuzës, janë të treja versionet. Mbetet për të parë dhe për ta pritur edhe 1 orë e 10 minuta nga momenti i seancës që është paralajmëruar, më datë 5 maj ora 11:30. Mirë, Arsen, unë po të falenderoj në pritje të detajeve të tjera, të informacioneve.